الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Dhe për ata është argument toka e vdekur të cilën ne ngjallim, nxjerrim prej saj dritë nga i cili ata pra han, ushqehen. Pra toka e vdekur është një argument. Pra ju e shihni dhe vetë kur toka pas dimnit që ka rënë bora është tha gjithçka nga ngrica dhe vjen pranvera dhe lulëzon gjithçka e re në atë tokë, e pastaj rriten ato fryte, ato bim dhe ne ham pe atyre perimeve apo pemëve. Pra shihet që gjithçka është e rënuar, ose me një shembull një tokë e cila është e pambjellur dhe aty bim, pemë, agrume, agrikulturë dhe gjëra të bëllëkshme, dhe kush e bën këtë? Vetëm se fuqia e madhit Zoti qofshin fal. Procesi i fotosintezës, procesi biologjik ku pra vjen shiu, wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, dhe pra nga qielli thot Allahu ju çojmë shi dhe furnizojmë tokën dhe ju ushqeheni prej të mirave të tokës, dhe tokën e bëm pra djep apo bahçe, sikurse bahçet e xhenetit, dhe nga ato bahçe ju hani pej brithrave, grunit, agrumeve të ndryshme, dhe përpunoni agrokulturën, dhe agrokultura ju shërben që të hani ushqim të shëndosh, ushqim të dobishëm. Ky mesazh nga surja Yasin, që thot Zoti në Kur'an, wa ayatul lahum. Këto janë argumentet tona. Pra në ajetin e 33 me radhë të surës Yasin, Allahu shpesh herë ju përmend krijesave wa ayatul lahum, wa ayatuhum lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Pra dhe pe shenjave apo argumenteve apo fakteve apo dëshmive tona është edhe toka që është e vdekur. Pra sheh një tokë të vdekur dhe nga hiç gjëja aty bin bim, pra dhe pemë, perime të ndryshme ku ne ushqehemi nga ato. Pra nga hiç gjëja Allahu xhaleshanuhu i thot kun e yakun. Pra kemi atë krijimin, do të thotë që e bën mendja njeriu, që Allahu ja ka dhënë mendjes njeriu që e bën dora artificiale. Pra dora njeriu që nuk është artificiale, po është krijimtaria e Allahut, por e bën njeriu, e përpunon dhe kujdeset për të. Por është edhe ai krijimi që është së pari, që e ka sjell Allahu në tokë gjitha llojet e fryteve dhe bimëve, sikur ishin edhe ato në kohën e Nuhut alayhis salam, ku ai mori pra gjitha llojet e bimëve qift, siç i mori edhe njerëzit në anijen e shpëtimit. Dhe aty treguhet pra se si pastaj vazhdoi jeta edhe pas përmbytjes së botës. E kështu prej argumenteve wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Pra hayat. Siç e përmend Zoti në Kur'an, jetën në shumë ajete kuranore. Hayat. Që ne e ham atë, pra e ham këtë dunja, edhe pastaj pasi e konsumojmë, ne vazhdojmë në takim me Zotin te bareke ve teala. Haje atë. Nëse përkthehet pra dhe në gjuhën gegnishtën e lashtë, haje atë. Pra konsumoje atë. Kënë pra jeta. Jeta duhet ngren, duhet shiu, duhet pra një lezeti, si thonë. Prandaj Allah e ka lënë këtë jetë që ta shijojmë me bukurit, me drithrat, me pemt, me tokën, me të mirat që ajo i ka, dhe ne të kujdesemi në mbarvajtjen e saj. Pra pastaj wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Akala ya'kul. Pra është ajo që Allahu e përmend shpesh, pra të ngrenurit. Ekele khubzun, për shembull, han buk, thot.
në fi lugat e arabie, pra në gjuhën arabe i vjen yekul, ekele, ekul. Shpesh herë përdoret edhe fjala kelem, fjale. Janë pra edhe fjalë të ngjashme në gjuhën arabe që është sikur edhe fjala, pra konsumimi i fjalës. Dikush fjalët jo vetëm si i reciton e i thot, po ai i han fjalë, sepse është edhe orator ose siç ishte rasti i Harunit me Musajin alayhis salam, i cili Haruni ishte orator, pra ai gëlltiste, hante fjalë, pra ishte orator, ishte i shquar në oratorinë e tij. Yekulu, ekele, tekellem, pra këto janë fjalë që kanë homonime dhe sinonime dhe janë pra kanë edhe ngjashmëri si fjalë mes njëra tjetrës dhe këto përdoren në Kur'an për të treguar fuqinë e fjalës Allahu te barekutaala që për t'ju dhënë argumente, ayat, pra ajete, fakte, shembuj njerëzve që kanë mend. Shiko pra tokën se si është e vdekur, aty bëhet një plantacion i madh me ullishte, me fiq, me pemë, me rrusha, me hardhi, me gjëra të ndryshme, pra që ju i shijoni ato. Kush ja u dha ato? Hadha min indillah. Do janë prej Allahut te barekutaala. Dhe ky është mesazhi i ajetit kuranor 33 të surës Yasin.